Депонија на Новаците манастири do të jetë shpëtim për komunat e rajonit jugperëndimor, të cilat përballen me problemin e vendngrumbullimit. Së fundmi, probleme me menaxhimin me mbeturinat hasje dhe kryetari I komunës së Kërqovës, Aleksandr Jovanovski, I cili u përball me protesta nga banorët. Ai me atje I kërkoi Ministrisë së Mjedisit t'ia marrë kompetencat komunës dhe të menaxhojë me mbetjet. Ndërkaq për депониnë në Novac, tha komuna e Kërqovës nuk ka qenë e kyçur. Од друга страна, Министерство за животна средина има изготвено проект уште пред неколку години, каде што морам да нагласам општина Кичево не била вклучена, не знам од која причина, не им обезбедила ниту локација за изградба на претоварна станица, бидејќи според закон депонија ќе постои само една во овој југозападен регион, а тоа е во Новаци, во Битол. Значи, воопшто во Кичево нема да се случи одлагање на никакво ѓубре, само претоварување и носење во регионалната депонија. Ministri I Mjedisit Jetësor Muhamet Hoxha tha se kanë filluar fazën e parë të realizimit të projektit, dhënien e pajisjeve teknike. Vazhdova me realizimin e njëra nga projekteve më të mëdha që paraqet ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Komuna e Strugës është pjesë e rajonit Pellagonis dhe Jug Perëndim, ku qendra rajonale për grumbullimin e mbeturinave do të jetë më pikërisht në Novaci dhe veçmë kemi filluar edhe me realizimin e fazës së parë që paraqet edhe shpërndarja apo dhënia e pajisjeve teknike për komunat të cilët gravitojnë në këto dy zona. Deponia që përbën problem të madh është deponia Bukovo në Ohër, e vjetër 5 dekada. Disa herë organizatat për mbrojtjen e ambientit kanë kërkuar mbylljen e saj, por deri më tani nuk ka asnjë zgjidhje.